A janë agjensitë ato që ndikojnë në rritjen e çmimit të tregut të pasurive të paluajtshme? Po, edhe agjensitë bëjnë pjesën e tyre. Nuk kanë faj njerëzit që thonë mos bashkëpuno me agjensi sepse ata i rrisin çmimet e pronave. Kjo ka ndodhur vërtet në vitet e fundit. Për mendimin tim, këta persona të cilët duan të jenë konsulent imobiliar duhet që fillimisht të bëjnë një trajnim teorik dhe praktik me studim tregu dhe minimalja të ketë një komunikim të denjë për këtë profesion që etikën dhe mirësjelljen e ka bazën e tij më të fortë. Ky profesion nuk është thjesht gjej pron, reklamo dhe shit ku dali. Ky profesion është i bazuar në marrëdhënie besimi mes teje dhe klientit shitës ose blerës, ku secili prej tyre të beson pasurinë e tij. Pra, është një përgjegjësi shumë e madhe. Dalim në përfundimin që shumë agjentë imobiliar duke mos pasur fare informacion mbi zonat dhe mbi kërkesën që ofron sot tregu, japin çmime që joshin klientët shitës, duke shpresuar që prej marketingut të tyre do të shesin pronën. Është një gjë që ndodh shumë rrallë ose nuk ndodh fare. Keni kujdes se me kë bashkëpunoni për të bërë investimin e jetës tuaj. Shumica prej nesh e blen një shtëpi vetëm një herë në jetë.